Piperi i zi është një nga erëzat më të përdorura në botë, por shumë njerëz nuk e dinë se ai nuk është vetëm një përforcues shijeje, por edhe një ilaç natyral shumë i fuqishëm për organizmin. Së pari, piperi i zi ndihmon shumë në përmirësimin e tretjes. Ai stimulon prodhimin e acideve në stomak, duke e bërë më të lehtë tretjen e ushqimit dhe duke reduktuar problemet si fryrja apo ndjenja e rëndesës pas ushqimit. Një tjetër përfitim i rëndësishëm është se piperi i zi përmban një përbërës aktiv të quajtur piperin, i cili ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit. Kjo do të thotë se trupi djeg më shpejt kaloritë dhe energjia përdoret më efektivisht. Piperi i zi gjithashtu ka veti të forta antioksiduese, që ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira në trup. Kjo kontribuon në mbrojtjen e qelizave dhe mund të ndihmojë në ngadalësimin e proceseve të plakjes. Një fakt shumë interesant është se piperi i zi rrit thithjen e disa vitaminave dhe ushqyesve, si vitamina C, vitamina A dhe disa minerale. Kjo e bën ushqimin më të dobishëm për trupin. Përveç kësaj, ai mund të ndihmojë edhe në shëndetin e rrugëve të frymëmarrjes, duke lehtësuar sekrecionet dhe duke ndihmuar në pastrimin e tyre. Në përgjithësi, edhe pse përdoret në sasi të vogla, piperi i zi ka një ndikim të madh në shëndet. Prandaj, përfshijeni shpesh në ushqimet tuaja të përditshme, por gjithmonë në sasi të moderuar. Piperi i zi është një shembull i thjeshtë se si edhe erëzat e vogla mund të kenë përfitime të mëdha për trupin ton.